autostradën Tiranë-Durrës, që patjetër është rrugë automobilistike më e ngarkuar në Shqipëri. Është bashkimi i 3 fazave, rreth 7 kilometra të kontraktuara në këtë rrugë. Këtu jemi në 3 kilometrat e para që fillojnë nga Casa Italia dhe përfundojnë pastaj në kilometrin e 6 te dalja për në Rinas. Është përfunduar, sot ne kemi të hapur, është shtuar 2 kursi të tjera, patjetër bëjmë një rritje kategorie në kategorinë A, por që ne kemi folur edhe për pjesën e le themi korridoreve të gjelbërta dhe që ndoshta mund ta ulim pak shpejtësinë. Ndërkohë është e rëndësishme të theksojmë faktin që këtu është vetëm 2 fazat e para, ndërkohë ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Aty ne do kemi dhe demontimin e mbikalimit të Rinasit, në cilën jemi duke bërë vetëm disa sistemime për disa kabina elektrike. Dhe hapi pak edhe pjesën e rrugës, sepse patjetër mbikalimi i Rinasit krijon një lloj hinke për kufizimin e automjeteve, është e kontraktuar, është për të demontuar, do kalojmë dhe do bëjmë dhe projekti parashikon edhe hyrjet dhe bërjet e rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Kem përpjatje Skarpata për ministër dhe me së shpejti nisim zbatimin e kontrautës për gjendërime që të ndryshoj planin rëndësisht të komplet autostradës. Pasi parashikohet gjendërimin në mes, që do të jetë më shumë. Ndërkohë që danësore dhe Skarpata që ju shikoni tashmë të përgatitur për këmësi pa dhe pemë edhe shkolle këmësi shkurën për të bënë një jeshëni kë të aksi që tashmë është da i gjërë 32 smeraj. Ja 3%. Ne duhet bëjmë shkurën një tjetër. Patjetër. Skarpata tjetër, bëhet diçka samë. Do që ne lejon tabeli për të vijë, dhe jetë pjesë e projektit, do të përkëtësorët me gjithë. Ndërkohë ne kemi të parashikuar, në fakt e kemi të diskutuar për vitin 2027 vijimin e Tiranë-Durrësit, por ne edhe pas diskutimeve që kemi bërë bashkë, do të afrojmë në 2026 në atë procedurë, në mënyrë që me njëherë të vijojmë mas kilometrit të 7 ku ndërprehemi në fazat e planishme kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Sigurisht kjo është rrugë prioritare, sepse bën lidhjen ndërmjet portit Durrësit me pjesën e Shqipërisë, por bën edhe shfryrjen e sharbullimit nga hyrja nga Veriu për në Tiranë, sepse tashmë edhe me rrugën e përfunduar ne lidhemi nga aeroporti i Rinasit dhe me vijimin e saj edhe nga nyja e Kasharit. Patjetër, si shikohet, është në kategorisi, sepse edhe lëndet asfaltike që janë bërë, është teknologji e re e përdorur, që në fakt është për herë të parë në Shqipëri. Kryeministës për ndryshimin e përkërës dhe polimet në asfaltit, për të rritur aftësinë mbajtëse, pashtu dhe jetë gjatësi, por edhe aftësitë e tij trenuse, pa që në rastet të shirësh është vetë tapeti që në segmentet të caktuara për ndrejnimin drejt kanaleve që i shikoni të realizohen në anë të rrugës. Kjo për të shpangur që të problemin në raste veshësh. Ndërkohë jemi në fazë punimit dhe në fazën 2, që sot e tha dhe ministri që përfshin në mirën e Laknasit, mbikalimin e Rinasit dhe zgjerimin e nënkalimet të rrugës. Dhe në ditët në vijim, në mënyrë që sezoni veror ne do të gjejmë pak ndërhyrje apo punim në aksin rrugor, gjatë ditëve në vijim do të ndodhë një kufisim me të dy akrava, me kursinë e emergjencës dhe me kursinë e avashta të tretën në rend për energji, sepse do të krijohet kanali që është në trupin ekzistues të rrugës kryesore. Në rrugën kryesore, por ne do të bëjmë devijimin e trafikut në përparëson, pa në plan. Së kjo është sezoni veror deri te data pas të çmimit. Po me këto përfillojmë me këto të tjera dhe e korridorit të Po patjetër, ne kemi Kashar Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimit të opondencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë që në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera, këtu lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është Milot Baldreni është në fazat përministër është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shfryrjen e qyteteve të Veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për
maksimumi 2 javë diçka e tillë, sepse jemi të gjithë në fazën përmbysese. Ajo, në sidomos gjatë sezonit veror, krijon atë zhbllokimin e gjithë Bregdetit Adriatik, por edhe kryeqendrës së Shkodrës, së Lezhës, dhe mendoj se jemi drejt fundit.